Si është të fluturosh me 2 fëmijë pa burrin me vete? Udhëtuam për 2 orë e gjysmë nga Tirana në Barcelonë. Avioni u nis në orën 6 të mëngjesit dhe në 8 e gjysmë arritëm në Barcelonë. Na u desh të merrnim një taksi për të shkuar te stacioni i trenit tek Barcelona Sants. Taksia na kushtoi rreth 30 euro, por të them të drejtën me 2 fëmijë nuk mundesha dot ta përballoja me tren. Sa po arritëm te stacioni i trenit, gjetëm ku ishin tualetet, kushtonte vetëm 1 euro dhe u futëm tek ajo dhoma që mund të shikoni për fëmijët, druam pampersin e çunit, u freskuam, u ndërruam pak dhe u bëm gati. Erdhi ora, i mbarkuam tek treni. Dhe këtu jemi në tren duke udhëtuar për 3 orë e gjysmë nga Barcelona për në Valencia. Kjo e vogla e gjeti kohën se si ta kalonte me celular, por Ian sa po u nis treni u zgjua nga gjumi dhe ka bërë namen. Siç e shikoni, u largua nga sedilja dhe filloi të bënte xhiro lart e poshtë nëpër tren. Por që nuk kisha çfarë të bëja. Këtu filloi të qante më të madhe, kështu që u detyrova, nxora karrocën nga pjesa e bagazheve, fillova ta tund dhe të shijoj këtë pamje nga dritarja e vogël. Ja ku e zuri gjumi, e lash aty në një cepse të braktisur se nuk e afroja dot më afër meje. Korridori ishte shumë i ngushtë dhe ja ku arritëm në Valencia më në fund. Toni ju arritëm shtëpi. Ja, atë të prisnim autobusin që na u vonua rreth 17 minuta dhe më në fund arritëm në shtëpinë tonë në një kohë me diell dhe shumë të lumtur që jemi këtu.